Për shkak të performancës së dobët në realizimin e detyrave dhe në mbledhjen e të ardhurave, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka vendosur të shkarkojë nga detyra drejtorin e komanduar të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, Fatmir Llanaj. Sipas vlerësimeve, Llanaj nuk ka arritur të përmbushë objektivat e përcaktuara, duke regjistruar nivele të ulta të realizimit të planit, si dhe duke shënuar një ndër performancat më të dobta në drejtimin e kësaj drejtorie të rëndësishme. Kjo situatë ka nxitur ndërhyrjen e menjëhershme të drejtueses së bashkisë, veçanërisht në një periudhë kur kërkohet intensifikimi i punës. Vendimi vjen në prag të sezonit turistik, një moment kyç, ku pritet një rritje e ndjeshme e aktivitetit ekonomik dhe rrjedhimisht edhe e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore. Në këto kushte është konsideruar e domosdoshme një qasje më dinamike dhe një ritëm më i lartë pune për të garantuar realizimin e objektivave. Për t'i dhënë një drejtim të ri kësaj drejtorie dhe për të rritur efikasitetin në funksionimin e saj, në krye të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore është komanduar përkohësisht Aveni Rapaj, deri në përfundimin e procesit të konkurimit për këtë pozicion. Rapaj është një emër i njohur brenda administratës vendore, pasi ka qenë pjesë e strukturave të tatimeve vendore dhe zotëron eksperiencë të drejtpërdrejtë në këtë fushë. Njohja e sistemit dhe praktikave të punës pritet të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e performancës në institucion. Burime pranë bashkisë bëjnë me dije se pritshmëritë janë që në drejtimin e tij të arrihen rezultate të larta, si në aspektin e kontrolleve në terren ndaj bizneseve, ashtu edhe në rritjen e nivelit të mbledhjes së detyrimeve. Kjo konsiderohet veçanërisht e rëndësishme gjatë sezonit turistik, kur qarkullimi ekonomik rritet ndjeshëm dhe kërkon një menaxhim më të strukturuar dhe efikas. Ndryshimi në drejtimin e kësaj drejtorie shihet si një hap i nevojshëm për të përmirësuar performancën dhe për të siguruar një administrim më të mirë të ardhurave vendore, në funksion të zhvillimit të qytetit dhe përmbushjes së nevojave të komunitetit.